Zoti Islami, ashtu si që raportohet në media dhe konkretisht për ta sjellë këtu raportimin e gazetarit Basir Çollaku, bëhet e ditur se Turqia është distancuar nga Ministria jon e Mbrojtjes dhe konkretisht nga ministri i saj Piro Vëngu sa i përket ndarjes së informacioneve delikate apo sensitive apo raporteve që duhet të kenë dy ministrit. Në këtë rast ju si e cilësoni këtë lëvizje të Turqisë? Vendimi shkëlqyer edhe përshëndes vendimin e Turqisë, sepse Turqia e di mirë që Piro Vëngu është shtetas grek i emëruar nga Athina në krye të Ministrisë Mbrojtjes së Shqipërisë. Zotëri, ne nuk kemi ushtri, ne nuk kemi Ministri Mbrojtje, ne nuk kemi asnjë gjë që të mbrohemi nga Greqia. Dhe Turqia, shtet 800 vjeçar, di mirë se ç'bën. Turqia nuk mund t'ia jap sekretet e saj Piro Vëngut, i cili në sekond i ka dërguar me emailin në Athinë të shërbimi sekret grek. Piro Vëngu është i grekëve, zotëri, s'është i shqiptarëve. Piro Lëngu, se unë i them Piro Lëngu aty, më fal, se do të them emrin që ka. Ai është i karagjos që po t'i vësh re dhe kur flet duke sikur qesh, s'ka pikën e seriozitet. Ky Kastile e Diramës i sjellin të tillë njerëz në qeveri që të bëjnë politikën e Greqisë, të Athinës. Sa i ka futur vetë këmbët e saj Greqia në politikën shqiptare, por edhe me lëvizjet e saj, përmendim këtu shpalljen non grata të gazetarit Artan Hoxha, i cili pason shpalljen non grata të gazetarit tjetër Marin Mema, por edhe i sër gazetarësh tjerë, por edhe nga ana tjetër vetë qasin që ka ndaj shqiptarëve dhe kryesisht ndaj atyre njerëzve që përpiqen të thonë të vërtetën. Athina ka 80 vjet ose 100 vjet që tallet me Shqipërinë. Po veçanërisht këto 80 vjet të fundit Athinës i shkon ujit në mullit saj. Do t'ju jap një fakt, se flasën shumë dhe thonë Enveri ishte patriot Enver Hoxha, ishte adetare, ishte patriot, më të thash, Enver Hoxha gjysmën e Vjosës në derdhin e saj ja ka dhënë Greqisë që furnizon liçenin e Janinës, gjysmën e ujit. Pra është një veprim jashtëzakonisht i dënueshëm nga të gjitha konventat ndërkombëtare dhe nuk ndihet njeri sepse atëherë ishte luftetor, dakord, tani nuk ndihen. Iku kjo. Vazhdojmë te situata e sotme. Zotëri, Athina komandon gjithçka në Shqipëri. Nga momenti që Athina ka Ministrinë e Mbrojtjes në dorë, që ka edhe Ministrinë e Jashtme në dorë, i ka në dorë të dyja, po ta them unë, Athina është zot vendi këtu. Dhe Edi Rama bën një për një gjithçka që i urdhëron Athina. Sot, se më erdhi fjala në shteg për Athinën, kam kërkuar drejtorit të zyrës së dokumentave të këtyre dosjeve, Altin Hoxha. Dhe i them, zotëri, dua të më vihet në dispozicion gjithçka është shkruar dhe thënë dhe bërë nga ana ime dhe nga strukturat e shtetit të çdo kohe për mua, që nga momenti që kam lindur deri sot e kësaj dite që flas me ju dhe pres përgjigje. Unë di vetë se si jam, u dal ball për ball shqiptarëve, të gjitha strukturave të shtetit shqiptar, i autorizoj publikisht të investojnë dhe të thonë çfarë ka për mua si Zaqe Islami. Problemi edhe inati me mua është se unë jam kundër spionëve të Enverit që ka dërguar në Amerikë. Jam kundër atyre. Jam kundër atyre spionëve që vranë Mithat Frashëri. Të mbetemi te pjesa e Greqisë ku të sjellim në vëmendje pjesën e detit ku vetë kryeministri Edi Rama e ka çuar çështjen e detit me Greqinë në gjykatën e Hagës. Ju si mendoni pse Edi Rama ka ndërmarrë një lëvizje të tillë dhe çfarë pritet në këtë rast të ndodh me detin? Jo, nuk është normal nga Edi Rama, jo zotëri, jo. Ai është urdhri i Athinës. Na çoti neve në Hagë, se në Hagë kemi njerëzit tanë neve dhe marrim detin dhe me vendim gjykate. Këtë po bën Edi Rama. Kjo është tradhtia që po bën. Të shkojë situata gjendja e detit në Hagë, ne detin e kemi të humbur po vajtëm në Hagë. Ishte ajo Hagë që na dënoi në 46-ën, që u vërtetua sot që s'është bërë aksidenti në tokën shqiptare, në pjesën shqiptare të detit, po është bërë në pjesën
neutrale në Korfus, dhe ne spresim gjë nga Evropa, por tallen me neve me kartën evropiane. Marrëm ligjin e luftës me Greqinë. Greqia zotëri nuk e heq ligjin e luftës. Ase ka hequr as e heq. Dhe tallet dhe i kërcënon, vazhdojnë me prallën e Nasradinit se do të fusim në Evropë, po na lejoni dhe këtë, na lejoni dhe këtë. Kanë bërë një plan që të ndryshojë përbërja harta legislative në Kurvelesh, t'ja çojnë që nga Progonati e Ciane ku janë ato fshatrat andej simbas deklaratës së atij Belecit. Dhe tha, ne jemi 3000 vjet grek në himar, tha. Kjo është një politikë jashtëzakonisht e shtrëmër, e armiqësore, kriminale ndaj nesh, dhe ngritja, lejimi i dy bashkieve në Finikë dhe në Dropull me kombësi greke është një lloj si këto që kërkojnë serbët në Kosovë. Pra, nesër pas nesër duan ta shkëpusin jugun e Shqipërisë dhe t'i japin Greqisë. Kjo situatë po përgatitet. Po vendosen emra grek, po vendosen janë toponimia e vendeve në jug të Shqipërisë është greke, po vendosen kryqe, janë ngritur kisha, po kisha në Memaliaj edhe në Tepeler në Gjiteshi. Atë janë të tërë betashi. Pra, këto i ka bërë Edi Rama me Sali Berishën, edhe me Ilir Metën, kriminalët komunistë, tradhtarët e këtij kombi, bishat e kuqe, këta i kanë bërë, këta që shiten për pesas pra, këta janë. Zoti Islamit, kalojmë pak te opozita e cila po mban foltorët e saj përballë kryeministrisë dhe Berisha ka deklaruar ditën e djeshme se protestat e fuqishme do të vazhdojnë në vimësi. Përse protestat? Përse, më thuaj, përse i bërë? Po do rrëzoj Edi Ramën pra, do rrëzoj Edi Ramën. Do rrëzoj me protesta me 20 veta që i ven atje? Janë, po dhe të rrëzoj, dakor. Atje është Edi Rama. Edi Rama, sa që bëjnë ata protesta, vete pina i ngotra ki. Këtë bërë. Qa thua? Po qanë ato janë tali që u Sali Berisha për mbështetësve të ti, dhe mua më vjen keq, më e shumë keq për demokratët e mirë fillt, për njerëzit e ndershëm, që kanë sakrifikuar, kanë 30 e sa vjetë që vend pas mashtrimeve të Sali Berishës dhe akoma po i gënjen, dhe ditë për ditë po i gënjen. Pse? Sepse Sali Berisha do që të jetë në krye të partisë, sepse duke qenë krye të partisë mendon se do t'i shpëtoj drejtësisë dhe ligjit, ndërsa duke qenë qytetar i lirë nesër e arrestoi. Pra janë, shiko, Sali Berishën e mbrojnë ata që e vunë në 90-ën. Sali Berishën e mbrojnë nga drejtësia ata që e sollën dhe e vunë në krye të Partisë Demokratike në 90-ën. Duke u referuar ngjarjeve të viteve 90 dhe konkretisht 8 dhjetorit, si mendoni ku ndodhet Shqipëria që nga 8 dhjetori 1990 deri më sot, ku në atë kohë Berisha me lëvizje studentore, por edhe element tjerë të studentëve rrëzoi sistemin komunist? Zotëri, lëvizja studentore ishte e planifikuar dhe organizuar në mënyrë perfekte nga sigurimi i shtetit dhe nga Komiteti Qendror i Partisë Punës. S'ka lëvizje studentore. Se po të kishte lëvizje studentore me të vërtet, në radhë parë do ishin të tërë të përndjekurit politik atje. Po të përndjekurit politik ta zbatuan atë mbledhjen e Katovicis, orientimet e Katovicis, që do t'u japim nga një pashaport, do t'i nxjerrim jashtë shtetit, nuk do t'u japim prona, do t'i çojmë për gjykata, nga shkalla e parë në dytën, tretën e pastaj përsinë të parë, dhe ka 35 vjet që tallen me shqiptarët komunistët e përshtirë shqiptar. Pra, harroje se mund të ketë ndikim ajo protesta e ashtu quajtura e studentëve. Jo zotëri, komunizmi në Shqipëri e goditën ambasadat po. Kur ne hym në ambasada, atëre komunistët e pan keq dhe morën masa që të ulej mos kishte gjak derdhje, megjithëse nuk flet njeri për dëshmorin e parë të demokracisë. Asnjë nuk flet. Pra ata në lenjën të 21 vjetori. Pse nuk flet ai plaku do zboru? Pse nuk e zë në gojë asnjëherë ai? Ose do marrëm atë tjetër që u vetë doj. Luraku si e kishte ai që dogji veten në kohën e Sali Berishës. Sali Berisha kryeministër. Pra, kjo është Sali Berisha, kjo është opozita. Jo zotëri, nuk janë antikomunistë. Janë të pakënaqur, interesatxhi, dallaveragxhi që kërkojnë të përfitojnë nga pushteti dhe për këtë hahen dhe me Edi Ramën. Pra s'ka opozit politike Shqipëria, nuk ka. Ka opozit hajdutësh.